Janë raste që janë në fazë të hershme të hetimit në raport, janë autorizimin nga prokurit. Ka edhe të nderë burimor. Punëmi pantëm edhe zgjedhjet janë përmend të ndarë të ndryshëm të fillu prej uniformave, ushqimit, a ka ndonjë që po e heton aktualisht inspektorati? Janë disa raste që lidhen edhe në fushën e prokurimit, janë raste që janë në fazë të hershme të hetimit në raport, janë autorizimin nga prokurit përkatëse dhe nuk kam ndonjë informacion konkret që mund të ndajmë, mirë, por ka raste dhe ka informacione që trajtojmë edhe sa i përket procedurave tenderuese në Policinë e Kosovës. Policia e Kosovës është një organizatë që ka një buxhet jashtëzakonisht madh dhe sigurisht ka shumë procedura të prokurimit dhe disa prej tyre shpeshherë janë subjekti i trajtimit dhe hetimit edhe nga ana jonë. A ka edhe të ndarë një burimor të cilët trajtohen? Janë duke u trajtu? Ka edhe të ndarë një burimor për të cilët ne kemi autorizimet që të ndërmarrin veprime hetimore. Për çfarë pajisje për shembull? Për të verifikuar dyshimet. Nuk e kam informacionin e saktë në këtë fazë, mirë, po ka informacione që lidhen me procedurat e prokurimit, duke përfshirë të gjitha procedurat. Po ju sepse i patëm zgjedhjet edhe është diskutuar zakonisht shumë edhe fakti që zyrtarët policor ndonse janë në kryerje të detyrave të tyre, por nuk kanë qoftë pajisje, nuk kanë ushqim, nuk kanë uniforma ashtu siç duhet, edhe duhet mu harnu me plotësu uniformën. A ka ndonjë shpjegim pse nuk ka një proces të rregullt prokurimit për uniformat? Ka pas disa procese të prokurimit që janë anuluar dhe janë rifilluar dhe për shkak të procedurave, për shkak të organit mbikëqyrës të prokurimit, të organit shqyrtës të prokurimit, të cilat si shkallë e dytë kanë vendosur disa herë që të rikthehen procedurat nga fillimi. Nuk jam shumë ndjeni tash të secilit tender se si është zhvilluar, mirë, po ka informacione që IPK është duke i trajtuar dhe bashkëpunim me prokurimin do të ndërmarrim veprime dhe nëse arrijmë të gjejmë shkelje që hyjnë në domenin penal, sigurisht që do të ndërmarrim veprime, mirë, po Policia e Kosovës sigurisht ka nevojë në vazhdimsi që të pajisit me qoftë me uniformë, qoftë me veshmbathje, qoftë me pajisje që janë të nevojshme për kryen detyrave të përditshme, edhe sikur këto pajisja të jetë e përvitshme, do të ketë nevojë prapë për shkak se janë materiale shpenzuese që konsumohen dhe që duhet të